Kryegjyqtari i Vlorës, Enkel Peza, zbulon skemën e falsifikimit për grabitjen e pronave në jug të vendit. Gjergji Kokdhima, një shtetas 65 vjeçar, që rezulton në letra si i dal në pension, është akuzuar për falsifikim dokumentesh dhe vendimesh gjykate, me qëllim përvetësimin e disa hektarëve tokë në jug të Shqipërisë. Sipas hetimeve të gjykatës së Vlorës, gjithçka ka nisur pas një njoftimi nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, e cila ka konstatuar se në institucion është dorëzuar një vendim gjykate i datës 11/7/2015. Në këtë vendim, Leonora Kokdhima figuron si paditëse dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes si pala e paditur, me objekt njohje pronësie me parashkrim fitues për një sipërfaqe prej 1500 m2 në Qeparo. Por nga verifikimet e kryera nga gjykata e Vlorës, ka rezultuar se një çështje e tillë nuk është regjistruar kurrë, çka ka ngritur dyshimet se vendimi është i falsifikuar. Për këtë arsye, është bërë kallëzim penal nga kryetari i gjykatës. Në vijim të hetimeve, më 24 shkurt 2025, janë sekuestruar vulat e gjykatës së shkallës së parë Vlorë për të krahasuar dokumentacionin e dyshuar të datës 11/7/2015. Në dëshminë e saj parahetuesve, Leonora Kokdhima ka mohuar të ketë dieni për aplikimet e bëra në platformën Ilbenja në emrin e saj, duke deklaruar se me të gjitha këto çështje është marrë bashkëshorti i saj Gjergji Kokdhima. Ajo ka theksuar se nuk ka bërë asnjë padi për përfitim prone. Hetimet kanë zburuar gjithashtu se aplikimet nuk janë kryer nga telefoni Leonora Kokdhimës, por nga një qendër interneti. I pyetur sërish nga hetuesit, Gjergji Kokdhima ka pranuar se dokumenti është falsifikuar prej tij, pa ndihmën e askujt, duke ndryshuar kështu deklaratat e tij të mëparshme. Një burim nga gjykata e Vlorës konfirmon se, edhe pse Kokdhima është në moshë të thyer dhe nuk konsiderohet person që mund të ndikojë apo të prish provat, hetimet vazhdojnë për persona të tjerë të dyshuar, si të implikuar në skemën e falsifikimit me qëllim përvetësimin e pronës. Blu Televizion disponon gjithashtu dokumentin e vendimit gjyqësor të dyshuar si falsifikuar, më datë 11/7/2015, ku si gjyqtar figuron Florian Kalaja. Edhe pse gjykata e Vlorës ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrestshtëpie për Kokdhimën, burimet të besueshme për Blu Televizion bëjnë me dije se hetimet vazhdojnë dhe po verifikohet nëse në këtë rast apo në raste të tjera janë të përfshirë persona të tjerë. O sipas burimeve dyshohet se njëjta skemë falsifikimit është përdorur edhe në një tjetër rast, për të cilin gjykata e Vlorës ka nisur hetimet, por për arsye hetimore nuk jepen detaje të mëtejshme.